si duhet jetë përfaqësimi dhe si duhet jetë cilësia e shërbimit të tij. Sepse Rama, kur e bëri 2014, thoshte si dikur para 90-s Hoxha, fshati do bëhet si qyteti, do ketë zhvillim ekonomik, se do vinë investimet. Dhe çuditërisht në dëgjesat tona kishte edhe gjëra brillante kështu në kuptimin negativ, çosh në 13 vite kemi bën një ujësjellës, e kupton 13 vite, 13 vite janë. Ndërkohë qyteti Sarandës është në jetë kaq e madhe ai ka sjell ujësjellës ka kota me pleva. Kishte ujësjellës, por nuk punonte ujësjellësi, po të hyshim tek qytetarët thoshin që ne nuk kemi, është aty, i ka marr lekët ai kryetari i bashkisë, po. Kryetari i Sarandës la dhe një javë pa ujë vetë. Po ai ishte pastaj, ishte Unë do thaj që problemi ka lindur që në 2014 me ndarjen e parë territoriale të Shqipërisë, ku kemi minimizimin e heqjen e komunave, minimizimin e bashkive dhe automatikisht reduktimin e numrit të popullsisë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Sepse në momentin që ti je një qytet i vogël dhe shërbimi nuk e merr njësoj si në një qytet tjetër, do të shpërngulesh për një jetë më të mirë. Automatikisht tu kemi dhe pjesën e shpërnguljes së qytetarëve nga shumë qytete të Shqipërisë dhe kemi ato problematikat që ne kemi sot në arsim, pjesën e bujqësisë, pra kemi çdo problematik vjen mendoj nga kjo. Kjo ka qenë e qëllimshme sepse duke patur një numër të reduktuar qytetarësh, ai kishte më thjesht për të mbajtur në administrat një pjesë të punojësve dhe për t'i përdorur, siç i përdor çdo herë për çdo fushatë elektorale. Pra, edhe kjo është një mënyrë për ta centralizuar dhe për ta fokusuar përsëri produktin e vet për të ngjyrosur me ngjyrën Leila gjithë Shqipërinë. Pra, ai po merr hapat për zgjedhjet e radhës, kështu që unë mendoj se ai thot unë jam vet kryeministri, vet ai që ndryshon algoritmin, pra jam mbreti i Shqipërisë. Gjë që duhet të ndryshoj realisht. Po si duhet të ndryshoj? Këtë duhet ta gjejmë të gjithë së bashku. Opozita duhet bërë bashk. Unë pash që edhe sot e protesta ne ishim jashtë parlamentit që protestonim, ndërkohë që opozita protestonte brenda parlamentit. Kjo është një gjë e mirë. Kauza ishte e përbashkët. Të gjithë jetojmë në Shqipëri, të gjithë e duam Shqipërinë të jetë më mirë se çfarë e kemi patur të 13 vite, kështu që duhet bërë bashk për ta ndryshuar këtë mënyrë decentralizimi të politikës dhe përqendrimit në një dorë të vetme të qeverisë Rama. Pra ka ardhur koha që ne të fokusohemi dhe të gjejmë politikat dhe mënyrat e duhura për të larguar nga pushteti anti-shqiptarin Rama. Teva, mu më vjen mirë që ti e thua këtë, se në fakt kjo ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e Partisë Demokratike Spaku dhe unë personalisht e kam artikuluar pothuajse në disa prej daljeve të mia ku më është dashur të shpreh për protestën. Po se ne do kalojmë dhe ne kërkojmë, kemi kërkuar një gjë tillë. Kështu që linjat e komunikimit duhet gjenden dhe ne i kemi të shtruara, nuk janë pranuar deri më tani. Ju që jeni sot drejtuesit e protestës ose ata grupet e unë do ta quaja, unë jam një aktiviste, jam një qytetare që dal për një nga problematikat që është se kanë për ju individualisht. E pyetja ime është, të gjithë ata që bëjnë këtë bashkësinë e drejtimit të protestës, a jeni ju bashk që opozita e gjitha duhet bërë bashk? Në momentin që ne në çdo artikulim që dalim dhe flasim kemi termin Rama jepet dorëheqjen, automatikisht qëllimi është i përbashkët dhe arsyeja është vetëm një, largimi i pushtetit të Ramës, largimi i korrupsionit. Ne pam në zgjedhjet e fundit që zgjedhjet nuk ishin të ndershme, ishin me banda kriminale, me administratën në teren. Ne shohim edhe sot e kësaj dite, siç edhe profesori e citoi, që algoritmi dhe faqet të pafundme fake na sulmojnë të gjitha rrjetet tona sociale duke na nxjerrë, duke na thënë çfarë do lloj gjëje të paqen. Pra ai bashkë me qeverinë e tij nuk po punon për ndërtimin e turizmit, sepse ne jemi në turizmin në sezonin e turizmit dhe Saranda para disa ditësh ka qenë pa ujë.